Ekziston një vend që sot nuk është më, por njerëzit vazhdojnë të besojnë se ekziston. Me shumë mundësi e ke dëgjuar emrin e tij në filma, libra dhe biseda të përditshme. Megjithatë, nëse shikon një hartë sot, nuk do ta gjesh askund. Pjesa më e çuditshme është se kur u zhduk, pothuajse askush nuk e vurire. Nuk pati luftë, nuk pati pushtim, as lajme të bujshme në televizion. Nuk u zhduk me zhurmë apo shpërthime, por thjesht u tret në heshtje. Mendo pak këtë. Njerëzit jetonin normalisht atje. Fëmijët shkonin në shkollë, familjet mblidheshin për darkë dhe punëtorët shkonin çdo ditë në punë. Gjithçka dukej e zakonshme, e qëndrueshme dhe e sigurt. Pastaj, pothuajse brenda një nate, ai vend pushoi se ekzistuari si shtet. Kufit u fshin, qeveria u zhduk dhe emri i tij filloi të harrohej sikur të mos kishte qenë kurrë real. Por këtu qëndron enigma. Edhe pas dekadash, njerëzit ende flasin për të. Ai shfaqet në tregime, në harta të vjetra dhe madje edhe në mësimet e historisë. Është si një shtet fantazëm, i kujtuar nga të gjithë, por që nuk jeton më. Pra, pyetja është, a e di për cilin vend bëhet fjalë?